Një zbulim i sotshëm në Leposaviç ka ngritur alarmin për sigurinë në Kosovë. Policia e Kosovës dhe KFOR-i kanë gjetur 10 detonatorë ndezës me fitila të fshehur afër lumit në një zonë të njohur për tensione që thuhet se janë të vazhdueshme. Çfarë qëndron pas këtij aksioni? A janë këto mjete të rrezikshme pjesë e një plani më të madh për të destabilizuar rajonin? Njësitë e sigurisë në Kosovë kanë reaguar menjëherë dhe janë duke hetuar ngjarjen, ndërkohë që ministri i Brendshëm në detyrë, Xhelal Sveçlia, e ka quajtur këtë incident si një tentativë të Serbisë për të mbështetur bandat kriminale që po përpiqen të realizojnë sulme terroriste në Kosovë. Sveçlia ka theksuar se kjo ishte një tjetër përpjekje për të krijuar frikë dhe pasiguri, por që falë gatishmërisë dhe bashkëpunimit të institucioneve dhe sigurisë ky rrezik u parandalua në kohë.